Rruga kombëtare Librazht Pogradec mbetet e pakalueshme, ndërsa situata është rënduar në zonën e njohur si Arrat e Gurrës, ku vijojnë rrëshqitjet e tokës. Lëvizja në këtë aks është ndërprerë, duke krijuar vështirësi të shumta për banorët dhe bizneset e zonës. Sipas informacioneve zyrtare, pritet një relacion nga shërbimi gjeologjik për të përcaktuar shkaqet dhe për të hapur rrugën për ndërhyrje konkrete. Një nga opsionet që po shqyrtohet është ndërtimi i një rruge provizore paralel me linjën hekurudhore, ndërsa në ditët në vijim pritet të mblidhet edhe këshilli teknik për të vendosur mbi hapat e mëtejshëm. Segmenti i dëmtuar paraqet probleme serioze strukturore. Ura në zonë raportohet se ka pasur degradim të plot, ndërsa shtresa e asfaltit është qartë dhe konsiderohet e pariparueshme. Ndërkohë është pezulluar edhe puna për hapjen e një bypassi provizor në anën e sipërme të rrugës ekzistuese, pasi sipas burimeve, ndërhyrja paraqiste rrezik për jetën e punëtorëve për shkak të paqëndrueshmërisë së terrenit. Autoriteti rrugor shqiptar ARSH në emër të qeverisë e ka cilësuar rrëshqitjen si fenomen natyror të shkaktuar nga rreshjet e shiut. Megjithatë, prokuroria ka ngritur dyshime mbi rrethanat e ngjarjes dhe ka nisur hetime që prej së dielës. Hetimet po zhvillohen për disa vepra penale, përfshirë shpërdorim të detyrës, shkelje të barazisë në tender apo ankande publike, shkatërrim të rrugës dhe ndotje të ajrit, ujit apo tokës. Organet e drejtësisë po verifikojnë nëse punimet për korridorin e 8 kanë ndikuar në destabilizimin e segmentit ekzistues. Lotin e 7 autostradës e ka fituar kompania ANK Kantieri, së cilës ndodhet rreth 2 kilometra nga vendi ku shemb rruga. E njëjta kompani në pronësi të Agim Kolës është parë në terren ditët e fundit, e kontraktuar nga ARSH për hapjen e bypassit provizor. Si pasojë e bllokimit, qytetarët e Korçës, Pogradecit, Rrenjasit dhe Librazhdit që udhtojnë drejt Tiranës detyrohen të përdorin aksin Maliq-Gramsh, i cili jo vetëm rrit distancën, por konsiderohet edhe më pak i sigurt. Një tjetër alternativë më e gjatë dhe e lodhshme është përmes Tepelenës dhe Leskovikut, ndërkohë mjetet e tonazhit të rënd që vijnë nga Maqedonia e Veriut po devijohen drejt rrugës së Arbrit.